Arabia Saudite ka rikthyer kapacitetin e plot të pompimit të naftës përmes tubacionit Lindje Perëndim në rreth 7 milion fuqi në ditë, njoftoi të dielën disa ditë pasi bëri një vlerësim të dëmeve në sektorin e saj energjetik nga sulmet gjatë konfliktit me Iranin. Ministria tha se objektet energjetike dhe tubacioni i prekur nga sulmet gjatë konfliktit janë rikuperuar dhe kanë rikthyer kapacitetin operacional. Arabia Saudite nuk specifikoi kush i kreu sulmet, por mbretëria ka interceptuar shumë raketa dhe dron iranian në javët e fundit. Sulmet gjithashtu ndërpren operacionet në objektet kyçe të naftës, gazit, rafinimit, petrokimisë dhe energjisë elektrike në Riyadh dhe në provinca lindore të saj. Arabia Saudite tha të njëjtën se sulmet kishin ulur kapacitetin e prodhimit të naftës me rreth 600.000 fuqi në ditë dhe rrjedhën në tubacionet Lindja e Perëndim me rreth 700.000 fuqi në ditë. Tubacioni Lindja e Perëndim ka qenë rruga e vetme për eksportin e naftës bruto të Arabisë Saudite gjatë mbylljes së ngushticës së Hormuzit. Reuters raportoi të mërkurën se Irani sulmoi tubacionin vetëm disa orë pasi u arrit armëpushimi. Ministria tha se rikuperoi vëllimet e prekura nga fusha e naftës Manifa, ku prodhimi ishte reduktuar në më pak se 300.000 fuqi në ditë. Puna vazhdon për të rikthyer prodhimin e plot në objektet e saj, pasi sulmet kishin ulur kapacitetin edhe në 300.000 fuqi në ditë, tha ministria. Ajo shtoi se rikuperimi i shpejt do të përmirësojë besueshmërinë dhe vazhdimsinë e furnizimit në tregjet vendase dhe ato globale.